All the films in one radio show. Përshëndetje gjithëve, po dëgjoni At the Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Nëse është hera e parë që na dëgjoni dhe thoni, ok, çfarë është At the Movies? Është një emision i dedikuar tërësisht filmave, kinematografisë. Jemi këtu për të gjithë ju që nuk dini çfarë filmi të shikoni. Ju merr një proces të gjatë kohor për zgjedhja e filmit të duhur, ose dëshironi të shkoni në Cineplex, po nuk dini se cili film ja vlen, kush është premiera më e fundit, me kë mund të shkoni për të parë këtë filmin. Për të gjithë këto sqarime dhe për t'ja u bërë rrugën më të bukur, interesante edhe nostalgjike hera herës, ne jemi këtu për plot një orë me filmat më të fundit, premiera, sugjerime dhe kolonat më të mira zanore. Konkretisht me një premierë absolute që vjen në Cineplex krahas filmave të tjerë që janë në program, ndërkohë në pjesën e dytë të programit unë dhe Edea kemi vendosur të flasim për dy filma. Nuk kemi zgjatur shumë sot, por janë dy filma të jashtëzakonshëm. Mjaftojnë ato, mjaftojnë. Dhe janë filma në fakt që i kemi parë të dy dhe jemi shumë dakord me këto përzgjedhjet e njëri tjetrit, saqë nuk është më ajo gara, jo shihni këtë filmin tim apo tëndin, po janë të dy filma të bukur. Sugjerimi im është parë para shumë kohësh, sepse është një film relativisht më i vjetër, ndërsa ai Edeas, që do t'i zbulojmë në pjesën e dytë, është disi më i ri, por shumë i bukur. Ndërkohë do të dëgjojmë edhe kolonat zanore të filmave gjatë këtij minutazhi. Besoj se do t'ju kënaqin të gjithë ju, sidomos që jeni duke udhëtuar, sepse tashmë vera ka ardhur edhe ju me siguri jeni drejtuar drejt Bregdetit. Rikthehemi në The Movies dhe besoj se flas për gjithë kur them se hera herës janë disa filma të bërë në fëmijërinë tonë që themi nuk bëjnë më filma si ato që kemi parë dikur. Dhe ndodh që Disney, Pixar e të tjerë publikojnë një tjetër film që pra një seri të 5, të 6, të 7, të 8 të një filmi që ne kemi dashur shumë fort në fëmijërinë tonë. Kësaj radhe është i 5-ti, e kemi parë që kur kemi qenë të vegjël. Ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë flet. Toy Story 5 sjell Woodyn, Buzzin dhe miqtë e tyre në një aventurë krejt të re ku përballen me një sfidë moderne. Fëmijët tashmë thuajse të gjithë janë të varur pas teknologjisë, ekraneve, lodrave digjitale dhe lodrat tradicionale rrezikojnë të mbeten në harres. Grupit ikonik të Toy Story duhet të gjejnë një mënyrë për të rikthyer magjinë e imagjinatës dhe lojës së vërtet. Me humor, emocion dhe shumë nostalgji, filmi eksploron miqësinë, ndryshimin e kohërave dhe ato pyetjen e madhe, a ka ende vend për lojrat në botën moderne? Më pëlqen shumë subjekti i Toy Story 5, sidomos në këtë periudhë, po dhe duket sikur po e mbron atë idenë e lodrave fizike. Dhe me thënë të drejtën është gjëja më e mrekullueshme që një film mund të përcjellë në një kohë kur fëmijët janë të fshehur të gjithë pas iPad-it, duke luajtur lojrat e tyre të preferuara. Dhe tani që ti po e thoje këtë gjën, po mendoja se sa e bukur është ashtu siç është letra krahasuar me një libër digjital, ashtu është edhe lodra krahasuar me ndjesinë që t'i jep ndryshe nga një video lojë që ne luajmë në telefon. Nuk ka të krahasuar. Ma godite tani sepse sapo printova 20 faqe të një libri në kompjuterin e punës, më kryqëzoni për këtë në rast se mos e thuaj publikisht. Është harxova vetëm 20 faqe për të vetëm arsye se e para nuk është e njëjta ndjesi, e dyta të jep atë ka një ndjesi kur e lexon në kompjuter në iPad, kallkan i ftohtë ai libri, sikur nuk të jep fare zero emocion. Në të njëjtën mënyrë është edhe unë e kuptoj që për fëmijët është jashtëzakonisht shumë më stimuluese të luajnë një lojë në iPad, edhe ndoshta dhe mësojnë gjëra jashtëzakonisht më shumë se ç'brezi ynë ka patur akses për të mësuar. Ama imagjinata, humbasin një sër gjëra të tjera. Imagjinata është tërësisht e limituar. Në rast se ata kanë kuriozitet për diçka, ai kuriozitet shuhet për 0.05 sekonda, mjafton ta kërkojnë në Google çfarë është kjo. Nuk e di a është tërësisht e mirë apo tërësisht e keqe, ama ajo imagjinata ti ke dy lodra, njëri ti jep një z, tjetri ti jep një z, krijon një marrëdhënie mes të dyve. Sa doja të thoja që edhe individualizmi që po lind në këtë shekull vjen edhe si pasojë e mbylljes. Ti kur ke një lodër fizike, e trajton si personazh, ti flet me të, ai krye një veprim sepse ti e merr ato dinozaurin apo nuk e di se çfarë, e vendos diku, vendos dhe një tjetër, krijon një bashkëbisedim. Ti mëson të kesh komunikim me dikë pavarësisht se është personazh imagjinar. Gjë që në video lojra kjo
ajo nuk parandodh, ti je vetëm me atë karakterin tënd në atë botën virtuale dhe mendoj që ka shumë rëndësi çështja e lojrave fizike për rritjen e një fëmie, mos ja hiqni asnjëherë lodrat, pra sado që ti blini të gjitha lojrat e mundshme, lodra fizike është e pazëvendësueshme. Edhe po shikoja pak tek traileri Toy Story 5 që një prej kuklave, në rast se nuk e keni parë Toy Story, kuklat kanë aftësinë të flasin, i drejtohet tjetrës edhe i thot, ne po mundueshim që vajza e cila na ka si lodra të socializohej dhe tani që ajo ka mbetur me iPadin e saj, kemi frikë se ajo nuk do socializohet më, sepse në rast se kthehemi mbrapsht në fëmijërinë tonë, na kanë dhënë atë shansin që të ndajmë lodra me njëri tjetrin, të tregojmë lodra të komshinjve ose fëmijëve të tjerë që kemi patur në kopësht në shkollë, gjë që ka shërbyer si një urë lidhëse komunikimi, të cilën ne nuk besoj se do ta ndajmë me anë të iPad-eve. Mund t'i bëjmë share maksimumi. Vetëm share, por nuk zëvendëson shumë gjëra të tjera. Krahas Toy Story 5 do të gjeni në Cineplex, Backrooms, Disclosure Day, Michael, Scary Movie 6, The Devils Wear Prada 2 apo Djalli vishet me Prada 2 dhe Tuner. Këto janë filmat që gjeni në program krahas premierës absolute që mund të shikoni Toy Story 5 bashkë me prindrit e gjithë familja. E kemi thënë me qindra herë që merrni fëmijët dhe fëmijën e vogël brenda jush. Po sigurisht ka njerëz, unë jam pak mbi të 30-tat që janë bërë baballar dhe unë që fëmijë jam rritur, pra imagjino se çfarë brezi ka Toy Story. Kështu që me të gjithë familjen me vrap në Cineplex do të kaloni një fundjavë fantastike.